Deputat privat. Po, nuk ka ndonjë dallim shumë të madh, absolut. Janë marrëveshje të veçanta, nëse ti ke arrit si ekspert me një fushë caktuar me bë diçka çka nuk bëjnë spitalet tjera, tani janë anekse tjera të kontratave të benefitet të cilat mundesh me i marr. A ke drejt me punu më shumë se sa është e parapone me ligjin e punës nëse ti i aftë për punë? Periudhën e 5 vjeçarin e fundit është ka qenë një politikë jashtëzakonshme atyre që mbrojnë drejtat e punëtorëve për shkak se mjeku kirurgu ka ndodhur që me i majt deri në 10 kujdestari. Ka pasur me ligj që më shumë se 5 kujdestari mos më i mbajt muj. Edhe për çdo kujdestari më tepër që ke mbajt është dashur me pas arsyetim të fortë. Jo për diçka, po shpas që nëse bëhet për një periudhë shumë gjatë kohore, që ky person i cili ka marrë shumë kohë gjatë kujdestarisë lodhet. Edhe mundësia e shfaqjes maksimale të kvalitetit të tij profesional bie, sepse kur ti e lodhën, normalisht që aftësitë tua, lodhja bën vetën që ti mos me shfaq, mos me pas performancën më të mirë të mundshme. Prandaj është luftu që mos me pas më shumë se 5 kujdestari. A ka ndodhur në realitet jo, për shkak mungesës stafit, që në Gjermania edhe vendet perëndimore e kanë këtë problematikë dhe nuk është shumë kjo problematikë pavarësisht pranimit të mjekëve prej sferave më të ndryshme të botës, prej kandeve të ndryshme të botës, prapse nuk ka arrit kur me eliminu si problematikë që ka në vetë që me mbush komplet. Për shembull, ka reparte që unë në reparte që kam qenë, asnjëherë nuk kemi qenë plot si ekip. Domthonë gjithmonë është një vend ose dy i lidhë specializimit. Që lënë me kuptu që këto vende boshe është dashur më përmbush kjo pjesë hapësine aty në të cilët kanë mungu edhe për arsye ndryshme është dashur më u plotësu me punë prej stafit i cili ka qenë prezant.